Mirëmëngjes dhe një javë të mbarë ju uroj. Po vazhdoj me nën kapitullin refren që shkaktoi tragjedin e një çmendurie nga kapitulli 1997, libri e megjithatë jetojmë me shkrime dhe kujtime. Korça vajtoi banorin e parë të saj. Goditur nga një plumb i dalë nga një armë e shkrehur nga një bashkëqytetar pa kurfar armiqësie apo inati personal. Korça u skuq nga gjaku i më të pafajshmit, i më të pambrojturit birë të saj. Por lotët e të zezat të asaj nëne nuk ndaluan dot tragjedinë e një çmendurie që po mbylte shtëpi e shtonte varre, që ngjallte urrëtie e hapte plagë mes banorëve e fqinjve. Në rrugë filluan të dinin qindra njerëz, me lot në sy e thirrje për ndalimin e kësaj tragjedie vetvrasëse. Ecja dhe unë mes tyre, me dëshirën për të bërë diçka, por e ndjeja veten të pafuqishëm para asaj anarshie totale. Rastësisht takoj Beni Miçinotin, që më thotë se do bëj një miting paqësor në sheshin para teatrit dhe më ftoi në grupin organizues. Entuziast pranova, por vura kushin që në miting të mos fliste asnjë përfaqësues partish, se njerëzit, më shumë se politikë, dëshironin ulje armësh, qetësi e paqe, harmoni dhe siguri për jetën. Sheshi u mbush me mira qytetarë, pa përgatitje pompoze parulla partijake, pa ftesa e imponime interesash materiale e financiare. Si për ironi të asaj situate paqësore, në rjesht të parë u vunë tanket, që s'dije kush i drejtonte, se mbi kullën e hekur të tyre ishin ata me shami në kokë. Ishim disa veta aty para dyerve të teatrit e në shesh një popull që thëriste për paqe e vetëm paqe. Foli Beni e njerëzit një zër i lëshonin të vetëm në fjalë. Paqe. Zemra sa s'më gjoksin e sytë më lotonin, duke u bashkuar me mira rrahje zemrash e lodhimbjeje e shprese njëkohësisht. Le të gënjej në veten krerët partijake, kur brohoriten nga turmat, por a kanë ndjerë qoftë dhe një çast të njëjtën rrahje zemre, të njëjtën dhimbje e gëzim, me mirat e zemrave e shpirtrave njerëzore? Ne ishim aty, më anonimët e anonimëve, që me mirat bashkëqytetare nuk u futëm skutave të shtetit, për të dalë më pas në lojën hipokrite të marrjes së pushtetit. Zbrita shkallët e teatrit, kur Beni më tha të vija pasdite në godinën e prefekturës, se do mblidhej i ashtuquajturi Komiteti i Shpëtimit. Kjo përpjekje hipokrite për përfitim e zaptim situatash në udhëkryq të një populli, me të njëjti skenar uzurpues të posteve partijake e shtetërore. Megjithatë do pranoja të vija, po kur më tha 2-3 emra komitetas, nënqesha dhe mora rrugën drejt shtëpisë, i ndarë në 2 pjesë ndjenjash, kundërsa ajo entuziazmit të para pak çasteve filloi të venitej, ajo e zhgënjimi dhe dëshpërimit më të meronte tmerrsisht. E pash në lajmin televiziv atë komitet jo shpëtimi, por shpartallimi, dhe para syve më dolën koklidhurit e mauneve, veturave dhe tankeve, që mes anarkisë e kaosit u pasuruan me pronën e popullit dhe të shtetit. Qishin këto lloj komitetesh shpëtimi që na dëgjonin veshët e po mbinin njëri pas tjetrit në qytetet jugore të Shqipërisë? Ishin vetë protagonistët e shkatërimit, eliminimit të kundërshtarëve, por e të ndërtimit të parajsës e kupolës së tyre mafioze. Deri më sot nuk kam dëgjuar apo lexuar asnjë analizë objektive shkencore të kataklizmos të 1997-s, dhe sigurisht s'më mbeti mua radha për një gjë të tillë. Nëse shpreh atë çka jetova e pashë, nëse shpreh atë çka ndjeva e vuajta, dhe të gjitha këto janë reale ashtu si vetë shkruajsi tyre, s'ka burnene të më bindë për të kundërtën. Bolli mësuam historinë sipas interesave të protagonistëve të saj. Por si kanë analizat e shkaqeve pasojave, të skenave e prapaskenave, që ka ta ndisën vendin në një barbari dhe anarki totale, për atë çift intelektual të emigruar në Greqi, që një ditë të tillë orgurzeze
i vetmi fëmijë i tyre, një shkëlqyer në mësime, një ardhme kaq e domosdoshme për këtë vend, do mbyllte sytë për gjithmonë, i goditur nga një plumb qor nga bashkëqytetari i tij. Ishte duke ecur në rrugën e njohur të spitalit dhe pak hapa më lart, nga thellësia e lulishtes pas pandës, u dëgjua një krismë, një rënkim e thënie. Më vranë. Dhe në krah të xhaxhait, u shoh jeta në më të bukur në çast të saj, e më të pafajshmit djalë Korçar. Pashë vargun e njerëzve të lotonin tek përcini një jetë të shuar. Pasha atë nënë zezëveshur të drobitur e zalizur, pasha atë baba fatkeq të ulërinte e të sulej në varin ku po zbriste për të mos u kthyer më trupi i njom i djalit. Dhe me lot në sy e dhimbje në shpirt, fillova të shkruaj thirrjen time për bashkëqytetarët e mi. Në atë çast televizori lokal jepte direkt qytetar të ndryshëm që bënin thirrje për ndalimin e të shtënave, për qetësi e gjaftësi, ndaj dhe unë vendosa të shoh forcën e kësaj thirrjeje aq të dëshiruar me ato çka shkruajta pak më parë. Nga rrugët e qytetit, jeta ishte zhdukur e strukur shtëpive e pallateve. Ecja drejt godinës televizive, sikur shkelja në një planet të akullt. Hapa derën dhe kur thash qëllimin e vajtjes, më shoqërua në zyrën e drejtorit. Një kërkesë e kuptimtë nga drejtori për të mos patur ngjyra politike ajo çka do flisnja, dhe pasi u bind, më çua në studion e lajmeve. Zëri më dridhej, jo nga emocioni para kameras, por nga ato çka po lexoja, duke dashur ta përcjellja këtë mesazh dhimbje e lutjeje për ulje armësh tek çdo shikues. Kur mbarova, pash lot në sytë të gjithëve, dëgjova një të lumtë, ndjeva shtrëngim të fortë të duarsh dhe një lehtësim në shpirt. Do mbush një boshllëk në këto shkrime gjetja e asaj thirrjeje për të kuptuar e ndjerë sot disa të vërteta lotësh në të 1997-ës. Dhe kërkimi nuk zgjati shumë, se sekretarja ime perfekte e bashkëshorte njëkohësisht, pa udhëzime kodesh e datash, aty mes shkrimeve të mia, gjeti origjinalin e dëshiruar të asaj thirrjeje të paharruar. Nuk është krijim në komoditet zyrash, redaksish, nga ndonjë gazetar apo publicist rrogëtar. Ndaj mos e paragjykoni për nga stili apo rregullat gazetareske. Në ato çaste, kur dheu mbulonte trupa njomëtarësh të pafajshëm, pena ngjyej në gjakun e plagëve dhe në lotët e vajtuzve, duke ngritur aktakuzën më të rëndë ndaj shtetit të çoroditur e të vetmohuar. Në ato çaste doli dhe një zë modest nga studioja televizive e Korçare. Korçarë të dashur. Do ta lexoj në emisionin e ardhshëm fjalën që mbajta direkt në studion televizive atë ditë në Korçë. Faleminderit, kalofshi bukur.